Dritan, kthehemi pak tek situata Rusi, Ukrainë ka patur nga zëdhënësi Peskov ka patur një deklarat shumë të fortë i cili ku ai ka akuzuar drejt për drejt Francën edhe Britaninë për dhënien e një bombe bërthamore. Domthonë ka dyshime. Shërbimi i inteligjencës ruse mendon se Franca dhe Britania mund t'i kenë dhënë koka bërthamore Ukrainës, saqë po kërkohet një mundësi edhe nga ana e Rusisë për t'i numëruar kokat bërthamore të Francës. Si e vlerëson këtë zhvillim? Aktualisht nuk besoj që ata i kanë dhënë, po ka tentativa për ta bërë këtë. Aktualisht nga Franca dhe nga Anglia po mundohen që t'i japin materiale dhe kanë deklaruar edhe vetë disa herë që po japin materiale Ukrainës për të rritur, për ndërtuar vetë kapacitetet, pra për të lëshuar një bombë bërthamore duhet një raketë. Pra kjo është e thjeshtë. Dhe që të lëshosh një bombë bërthamore, pra interesi i Ukrainës të lëshojë një bombë bërthamore në aspektin taktike të nivelit vogël. Franca të nivelit vogël ta lëshojë të në Moskë. Moska aktualisht nga largësia ajo që mund të lëshojë aktualisht këtë raketë Ukraina është diku të rreth 800 kilometra larg. Na duhet një hartë regjia nëse është e mundur që mund dërgoj. Rusi Ukrainë. Aktualisht Anglia nuk ka kapacitete bërthamore për t'i dhënë Ukrainës, për arsye se bombat bërthamore, pra kokat e bombave bërthamore që përdorur Britania nuk i përkasin Britanisë, po i përkasin Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe në asnjë moment nuk mundet t'i japi ato bomba bërthamore askund tjetër pa miratimin dhe pa lejen e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe pa kodet e përdorimit nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. I vetmi vend i cili ka autonomi bërthamore në Evropë është vetëm Franca. Pasi ka programin e vet bërthamor, prodhon vetë gjithçka dhe Franca ka rreth 290 koka bërthamore. Të prodhuara i përkasin që përdoret bëhet llaf për koka bërthamore që lëshohen nga raketat që lëshohen nga anijet. Po, Kiev dhe Moska, pak a shumë sa bëri ilustrim. Po, që lëshohet nga anijet dhe nga nëndecet, është TN-75 quhet, është 150 kilotonshe, për arsye se kokat aktualisht duke qenë se janë pjesë, Franca është pjesë e programit botëror bërthamor, pra të kontrollit bërthamor, dhe ajo përcakton qartësisht që nuk mund të kesh koka më të mëdha se 150 kilotonshe. Pra, variojnë kokat, po më e madhe është 150 kilotonshe. Le ta zëmë se i kanë 150 kilotonshe gjitha, dhe mund të japi një kokë 150 kilotonshe. Koka 150 kilotonshe për të krijuar idenë, në Hiroshima koka që u përdor bërthamore që u përdor në Hiroshima ishte 15 kiloton. Pra kjo është 10 herë më e madhe se ajo që përdor në Hiroshima dhe Nagasaki, dhe sipërfaqja që kjo dëmton është 150 km2, dhe rrezja e goditjes së saj është 4 deri 5 km. Pra brenda rrezës 4-5 km shuan çdo gjë. Shumë çdo gjë, shuan çdo gjë. Ndërkohë 150 km. 150 km është në sipërfaqe 150 km2 është fuqia saj e veprimit, pra që bën ajo, dhe deri te 150 vjeçi, pra te fundi i rrethit kur është 150 vjeçi, njerëzit që ndodhen në të mund të shpëtojnë, pra përqindja e vdekjes mund të shkojë edhe 50 me 50 midis 100 dhe 150 kilometrave, por të gjithë janë me djegje të shkallës tretë. Përfundimit të gjithë. Po, dhe në këtë rrezë prej 100 deri 150 km, pra 50 km nga qindja deri te 150 vjeçja, një pjesë e ndërtesave rezistojnë, pra nuk prishen, nuk ashtu, po sërish radioaktiviteti pastaj është diçka tjetër që mund përhapet. Pra ky është kapaciteti i kësaj bombe që pretendohet të jepet. Ka vetëm 2 lloje raketash, 3 lloje raketash që Ukraina ti përdori këto. Raketa janë 2 raketa që janë ato Flamingot, pra ne kemi Flamingo, kemi folur për Flamingo. Pra FP7 dhe FP9. FP7 që është Flamingo, pra Flight Point. E ka Flight Point për arsye se kompania që i prodhon është kompania Flight Point, kompania e tij ish biznesmenit miku të ngushtë Zelenskit, Timur Yarovemi, që u arratis sepse kërkonte të arrestonte Ukraina për shkak të korrupsionit të madh që e ka marrë. Pra. FP7 e ka rrezën 200 km, FP9 e ka rrezën 855 km, edhe është një raketë tjetër angleze, e cila është projekti anglisë, tek Anglia ka nisur vjet një projekt me Ukrainën për ndërtimin e një rakete me rrezë 500 km. Ajo është
quhet projekt Nightfall. Po duke qenë se kapaciteti i goditjes aktualisht, pra në rast se na ndihmon regjia me një hartë aktuale, pra ku luftimeve që nëse që ka brezin, se kemi më kollaj ta përcaktojmë për një. Ajo që është me brezin e kuq që kanë zënë rusë, pra me sasinë ku janë ato katër krajinat regjia. Besoj se na e bën gati dritan. Dhe të përdoret në një nga këto, pra kjo 500 km është e pamundur për të lëshuar, sepse nuk është është e pamundur rrezja, pra në rast se e shihni. Pra jemi këtu. Pra do të kemi që parasysh që ky është territori i cili është ky është territori kontrolluar nga Rusia, ky është territori kontestuar ku po zhvillohen luftime. Po. Pra do të thotë që në territor që po zhvillohen luftime, aktualisht ti nuk mund ta çosh raketën nga këtu, se po ta çosh nga këtu nëse është e pamundur të çosh raketën. Pra ti do ta çosh raketën të paktën edhe 200 km/h. Më brenda. Më brenda. Pra e vetme raketë që është raketa FP9, që është 855 km/h rrezja e goditjes, raketë e cila u përdor javës që shkoi për goditur një objektiv ushtarak në thellësi të Rusisë. U kap nga forcat kundërorë të Rusisë, u kap në afërsi të një depoje të madhe, pra ku po ishte gati ta godiste, dhe nuk është se shkaktojnë edhe, po pjesë e saj ranë mbi depo duke shkaktuar një zjarr të vogël, po jo gjë. Dhe kur kjo ndodhi para një jave, Putini doli në deklaratë duke thënë, dhe doli një deklaratë shumë interesante dhe tha, tashmë nuk jemi në luftë me Ukrainën, jemi në luftë me perëndimin. Pra e përcaktoi qartësisht. Më përpara fliste që kemi një luftë me Ukrainën, vitin e parë ishte në luftë me Ukrainën, vitin e dytë, të tretë dhe të katërt ka thënë që jemi në luftë me NATO-n. Ndërsa tashmë tha jemi në luftë me perëndimin. Pse? Sepse kjo raketë për 855 km, me rrezë 855 km nuk mund të përdoret pa kontrollin satelitor të Bashkuara të Amerikës. Pra kërkon navigim satelitor. Pra nuk mund të navigojë. Absolutisht. Dhe në rast se nesër Franca dhe Anglia ja japin këtë kokë bërthamore, pra ja krijojnë këtë kapacitet bërthamore, kjo raketë nuk mund të përdoret pa ndërhyrjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pra është e pamundur që kjo raketë arrijë një objektiv pa ndërhyrje. Edhe nëse ja japin. Absolutisht. Por ama nëse ja japin, për këtë arsye Putini ka kërkuar agjencisë atomike bërthamore të Kombeve të Bashkuara që të numërojë kokat bërthamore që ka Franca. Pra sepse është deklaruar që ka 290 dhe duhet të ketë 290. Dhe në rast se ndodh një gjë të tillë, atëherë kjo i jep mundësi, pra edhe në rast se raketa nuk e rrin objektivin. Pra raketa goditet në ajër. Dhe në moment që goditet në ajër, normalisht që e merr vesh që është raketë bërthamore, sepse nga kërkurtha që krijon nga shpërthimi që bën, në rast se do shpërthej, po në rast mund edhe mos shpërthej, pra të goditet raketa dhe të bjerin tokë dhe të kapet koka bërthamore. Atëherë në këtë moment Rusia mund të aktivizojë totalisht doktrinën e saj të re ushtarake që e ka miratuar në 2023, ku i jepet e drejta të godas qoftë edhe me armë bërthamore jo strategjike, spekshoj ka me armë bërthamore pra me të nivelit taktik, po, jo vetëm vendin që ka lëshuar, po edhe vendin e origjinës të kësaj bombe. Pra do me thënë që nesër të godas Francën dhe kapacitetet për goditur Francën i ka kapacitete strategjike jo bërthamore dhe ka kapacitete operacionale bërthamore, pra jo strategjike. Jo bërthamore kemi parë Oreshnikun, i cili e ka rrezën 5500 km, pra çdo Oreshnik mund të mbrojë që është në Bielorusi. Në çdo lloj komande, në çdo lloj qendër, në çdo lloj pike të Francës, edhe në pallatin Elize, pra. Nga Bielorusia, nëpërmjet Oreshnikut me koka bërthamore që i kanë në Bielorusi. Mund ta vizitojë në çdo kohë Francën, pra. Nuk është problem vizitimi i Francës. Pra me Oreshnik, dhe mund të përdori edhe, po Oreshniku ka një gjë që Oreshniku mund të bëjë goditje strategjike jo bërthamore, pra të mos mbushet me koka bërthamore, po mund të bëjë edhe goditje të nivelit në të armëve bërthamore taktike, pra koka të mbushen me kiloton të vegjël, pra 15, 20, 30 kiloton, dhe duke qenë parasysh ajo ka 32 koka që shkëputen, pra në 32 qendrat Francës, pra Franca pushon se ekzistuari më. Pra në rast se do të shkojmë saj, po edhe në rast se e godet Francën me raketë strategjike jo bërthamore, sërish Franca pushon se ekzistuari. Pra fshihet në këtë moment. Për këtë arsye gjermanët Merca deklaroi para një jave kur diskutuan që ne nuk jemi tha për të përshkallëzuar veprimet ndaj Rusisë. Pra jemi për
kërkojmë ndërhyrje presion, po jo për shkallëzime ushtarake. E kishte fjalën për këtë pra. Gjermania po e distancon vetveten sepse e ka të pamundur të mbrohet nga një kundërpërgjigje e Rusisë në këtë aspekt. Pra dhe në rast se kjo do ndodhë, atëherë do të jepte fund përfundimisht NATO-s, sepse nuk mund të aplikohet në NI5 në aspektin që merr pjesë Franca, pra jep një kokë bërthamore Ukrainës, një vendi në gjendje lufte e ndalon, pra e ka të ndaluar ta bëjë këtë, automatikisht jep të drejtën Rusisë të kundërpërgjigjet, pra në NI5 nuk aktivizohet më. Kthehet në një objektiv legjitim. Aktualisht kthehet në një objektiv legjitim, i cili jo vetëm do të eliminoj Francën si shtet, po do të eliminoj Evropën si bashkësi evropiane për atij momenti, pra nuk do të ekzistojë më Evropa dhe do të eliminoj edhe NATO-n si bashkësi, sepse nuk do mundet me NATO të veprojë, pra s'ka ç'a bën. Pra amerikanët do vendosin veton që nuk do kundërpërgjigjen, sepse është faji këtyre, se që kanë thënë që në rast se ju provokoni ne nuk e aktivizojmë në NI5, pra kemi shkatarim total të asaj të këtij rendit në cilin neve bëjmë pjesë, pra jo rendit botror, të këtij rendi evropian dhe këtij rendit NATO-s në cilin neve bëjmë pjesë. Dhe do të ishte katastrofale për të gjithë vendet e Evropës, përfshi edhe neve në rast se kjo ndodh. Është e vërtet kjo Dritan, sa beson që sa e vërtet mund të jetë kjo që Franca dhe Britania mund të kenë tentuar? Duke parë që Franca dhe Britania nuk kanë tentuar për ta dhënë, pra po i krijojnë Ukrainës kapacitete për të prodhuar ta, dhe në fund janë detyruar të japin kokën vetëm kokën bërthamore. Po i krijojnë kapacitete dhe në fund në fillim duhet të krijosh kapacitete ndërtimi të një rakete që të mrri. Pra raketa që u përdor para një jave ishte 850 km mrriti dhe po i krijojnë kapacitetet që të justifikohet që Ukraina e prodhoi vetë, po Ukraina nuk ka prodhem, pra mund përdoret ajo ose materiale radioaktive për të bërë një ajo që quhet dirty bomb. Pra bombe pisët radioaktive, po e njëjta gjë. Edhe në këtë rast sërish aktivizohet doktrina e ruse e 2023-shit dhe sërish do të kemi goditje ndaj vendeve në cilat kanë marrë pjesë në këtë. Plus edhe raketa që tham para një jave që u kap. Po kjo Flamingo Dritan mundet që nëpërmjet Flamingos që ka është vetëm raketë që mund të përdoret për të goditur. Por ama do të kemi që parasysh që gjithnjë ka të bëj, kjo raketë nuk mund të arrijë asnjë objektiv në Rusi, pra objektiv mbi deri në 300 km, objektivet nuk kanë nevojë për navigim satelitor. Mbi 300 km e tutje kanë nevojë për navigim satelitor. Pra çdo lloj rakete që e mbrin objektiva ruse për 300 km-shit nga kufiri rus, pra kemi këtu, pra nga kufiri e brenda deri në 300 km ti mund të mbrish pa nevojën e satelitëve. Nga 300 km e mbrapa duhet satelitët amerikanë. Vetëm amerikanët e kanë kapacitetin aktualisht për këtë satelit, për këto raketë. Dritan, edhe diçka të vogël, nuk e di a kemi kohë, po pash edhe një lajm ku në një farë mënyre Rusia, Ukraina kërcënon se mund të hedhë në erë 2 gasjellësit që shkojnë nga Rusia në Turqi. Duhet ta kemë regjia një hartë aty që lidhet me këtë gjë. Nuk e di sa informacion ke. Po, është një tentativë cilat Ukraina po përdoret nga Bashkimi Evropian dhe Ukraina ka vendosur që duke qenë se ka humbur luftën, ka vendosur që të lejojë veten të përdoret nga Bashkimi Evropian për nevoja të BE-s dhe të Anglisë, pra të Brukselit dhe Anglisë. Këtë nuk është iniciativë e Ukrainës, është iniciativë e një ministres të jashtme të Evropës, asaj është njeriu më ignorant që ka ekzistuar ndonjëherë në korridoret e BE-s, është Kaja Kallas. Pra, propozimi është i saj, e ka nisur që para 2 muajsh, e cila kërkon që të shkatërrohen të gjitha mundësitë e Rusisë në aspektin përfitimet e saj ekonomike nga çështja e gazit dhe të bllokohet çdo lloj shitje gazi e Rusisë. Pra, në këtë aspekt do të thotë që aktualisht ky është gasjell, janë 2 gasjellësh, Turk Streami dhe Blue Streami, që vinë nga Rusia në drejtim të Turqisë. Ky është deti i zi, por ama do të kemi parasysh që deti i Ukrainës, të dy këto gasjellës që juve shihni, bëjnë pjesë në zonën ekskluzive ekonomike të Turqisë. Pra është 900 km ky është 900 km. Dhe nga ky moment, nga këtu, ku thyet, e deri këtu është pjesë e zonës ekskluzive ekonomike të Turqisë. E qartë. Pra kjo. Dhe qëllimi i Bashkimit Evropian, pra i Kaja Kallasit, dhe ndihmuar dhe më së fundi edhe nga Merci, i cili doli para 2 ditësh dhe deklaroi që duhet të përveç paketës re, duhet edhe të veprojmë në aspektin që të bllokojmë përfitimet e Rusisë nga shitja e gazit.
Pra, e mbështet edhe ai këtë, normalisht që këta ta bëjnë këtë nëpërmjet Ukrainës dhe dëmtimi i këtij përshtrimi. Pra, normalisht që i heq një dorë të madhe parash edhe Turqisë. Rusisë, në vazhdim se Rusia fiton nga këto dy gazsjellse në vit diku të rreth $10 bilion. I përkasin Gazpromit të dyja. Të dyja. Pra, Blue Streami është i bërë në vitin 2003, Turk Streami është i bërë në vitin 2020. Blue Streami sjell diku të rreth 16 bilion metër kub gaz në vit, kurse kjo sjell 32 milion metër kub gaz në vit. Pra, ka dy fishën e kapaciteteve të asaj të parës. Por qëllimi i goditjes së saj është me një gurë vret dy zoq. Pra, e para është të heqë këtë kapacitet ekonomik të Rusisë. Pra, duke bllokuar. Do të kemi që parasysh që këto gazsjellse vinë dhe Turqia nëpërmjet këtij gazsjellsi shpërndan gaz në Bullgari, në Greqi, në Hungari, në Serbi. Pra këto janë vendet që marrin gaz nga kjo. Jo, nuk është kjo harta, regjia, aty ku ishe. Aty ku ishe. Dhe e para të bllokojmë pra Rusinë në këtë aspekt. E dyta është Bashkimi Evropian. Se thash dy, me një gurë vrasi tre zoq. E para është Rusinë, pra dhe godasin nga ana ekonomike Rusinë. E dyta është të prishi çdo lloj mundësie të një marrëveshje midis Rusisë dhe Ukrainës, të një marrëveshje të detyruar nga Trumpi. Pra aktualisht bisedimet e paqes që po mbahen në Gjenevë janë të sforcuara nga Trumpi, pra të detyruara nga Trumpi. Ka detyruar Trumpi Ukrainën të ulet. Dhe Europa nuk e do. E ka lënë Evropën për jashtë. Evropa nuk e do këtë. Dhe do që ta prishi këtë. Si e prish nëpërmjet kësaj? Si e prish nëpërmjet kësaj, sepse Turqia është aleati kryesor i Amerikës tashmë përveç Izraelit në këtë linjën e mesme këtu. Dhe për sa i përket Sirisë, Evropa ka mbetur jashtë pasi e ka marrë Turqia flamurin e sigurisë në Siri. Dhe Trumpi e ka deklaruar edhe në dhjetor, në telefonatën e fundit, edhe në janar, në telefonatën e fundit që pati me Erdoğani, tha që është garantuesi i sigurisë në rajon. Pra, Turqia. Dhe në momentin që e godet këtë, i humbet atë garantimin e sigurisë. Pra s'është i gatshëm, nuk ka kapacitet të garantojë sigurinë e vet. Si mund të garantojë rajon? E qartë. Në këtë moment. E prish dhe plus kjo intereson dhe duke prishur këtë gazsjellës, atëherë godet edhe ekonomikisht Turqinë, sepse Turqia ka fitime të mëdha kolosale nga ky gaz. Sigurisht. Në këtë moment shkon në një inflacion të madh ekonomik Turqia dhe në probleme të mëdha politike të brendshme, të cilat i krijojnë Erdoğanit probleme politike të brendshme. Atëherë kush ka interes të krijojë Erdoğanit probleme politike të brendshme? E para ka interes Bashkimi Evropian, pra që t'i uli Turqisë këtë kapacitetin që ka si garantuesi i sigurisë në rajon, dhe ka marrë një kapacitet tjetër edhe si ndërmjetësues, sepse Turqia është përdorur disa herë si ndërmjetësues nga Rusia me Ukrainën, kurse Evropa nuk është përdorur në asnjë moment. Pra janë edhe inate të brendshme politike, dhe vendi tjetër i cili ka interes të dëmtojë Turqinë në këtë aspekt është Izraeli. Izraeli kërkon ta dëmtojë totalisht Turqinë nga ana ekonomike, duke dëmtuar nga ana ekonomike, ke dëmtuar nga ana ushtarake se nuk ka kapacitete të bësh prodhimtari ushtarak ato që i kanë nisur pra të gjitha. Dhe e dyta, Izraeli kërkon ta dëmtojë në këtë aspekt edhe Greqia për arsye të problemit që kanë në detin e Egje me Greqinë, pasi Turqia ka bllokuar edhe linjën e gazit që vjen nga Izraeli në drejtim të Greqisë, të Evropës, edhe linjën e energjisë elektrike, duke thënë që nuk kalon asgjë sepse pa u marrë vesh me mua sepse ky det më përket mua. Dhe në momentin që Turqia si shkakton këtë problem, atëherë në detin e Egje, Turqia nuk ka më kapacitete të merret me detin e Egje sepse duhet merret me problemet e vetme të brendshme politike, dhe në këtë moment Izraeli arrin ta bëjë këtë gazsjellsin edhe këtë kabllin e energjisë elektrike dhe përfitojnë të gjithë me përjashtim të Turqisë. Pra me një gur vrasin tre zoq. Dhe Ukraina del e fituar në këtë mes sepse Ukraina tashmë ka zgjedhur që duke qenë se ka parë luftën e humbur dhe gjithnjë kur humbet lufta kalohet në akte të terrorizmit. Ka vendosur të kalojë në akte të terrorizmit për nevoja të Bashkimit Evropian. Pra Bashkimi Evropian po kalon në një entitet fashist i cili po përdor akte terroriste për të arritur qëllimet e veta politike brenda Bashkimit Evropian.